Cili ka qenë vendi i parë që keni vizituar jashtë Shqipërisë? Italia, Cili është vendi i fundit që keni vizituar? Kipri dhe Veriut, Cili është vendi i radhës që po planifikoni ta vizitoni? të Tajvani, Tibeti, Butani, që janë në udhëtime të larta, Gibraltari në udhëtim të afërt. Cili është vendi më i pasakont që keni qenë ndonjëherë? Etiopia dhe Kameruni. Vendi më i bukur ai që të ka impresionuar më shumë nga të gjitha këto udhëtime dhe eksperienca? Shiko, vendi që më impresionon më shumë është vendi i fundit që kam vizituar. Gjithmonë. Vendi që ju do të riktheheshit gjithmonë. Në listën e 154 vendeve tani duhet të shoh 154, 155, ka të paktën 1/3 e tyre që do kthehesha me shumë kënaqësi. Okej. 1/3 tjetër që do kthehesha për qef, do të thonë Okej. dhe 1/3 që s'do kthehesha. A do riktheheshit në një vend ku ka një situatë konflikti aktual? Me kënaqësinë më të madhe sa të kisha mundësinë e parë. Vendi më top secret që keni vizituar. Jo detyrimisht një shtet, po një lokacion do të thënë. Top secret, padyshim është vendi ku mbahen reliket e shenjta në Jeruzalem. Vendi që sipas jush ka kuzhinën më të mirë që keni shijuar më shumë. Irani, kuzhina persiane e vjetër është një nga kuzhinat më të rralla që mund të provosh. Qyteti i preferuar në Shqipëri? Në Shqipëri Tirana është pjesë e zemrës e jetës time, qyteti i preferuar është Gjirokastra.